Irani ka përjetuar një tjetër natë të trazuar si pasojë e protestave masive antiqeveritare. Videot e postuara në mediat sociale tregojnë mijëra protestues të mbledhur në sheshin Punak të Teheranit, të cilët thërrisnin Roft Shahu. Të tjera pamje të publikuara në rrjetet sociale tregojnë mijëra protestues të tjerë të mbledhur përgjatë një autostrade në verilindje të Iranit, duke proritur Pahlavi do të kthehet, duke ju referuar Raza Pahlavit, djalit në mërgim të Shahut të fundit të Iranit. Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve për të kufizuar internetin, pati raportime për intensifikim të dhunës dhe përdorimit të armëve kundër protestuesve. Agjencia e lajmeve të aktivistëve të drejtave të njerëzit raportoi se numri i përgjithshëm i të vrarëve gjatë protestave të ditëve të fundit ka shkuar në 116, nga të cilët 78 protestues dhe 38 antar të forcave të sigurisë. Të paktën 7 nga protestuesit e vdekur kanë qenë të mitur, ndërsa arrestimet te i kalojnë 2600. Ushtria deklaroi se do të merrte pjesë në rivendosjen e rendit, duke u zotuar të siguronte me vendosmëri interesat kombëtare, duke paralajmëruar një përshkallëzim të dhunës ndaj protestuesve. Presidenti i SBA-s Donald Trump shkroi në rrjetet sociale se Irani po shikon drejt lirisë dhe se SBA-t janë të gatshme të ndihmojnë, duke paralajmëruar sërish një ndërhyrje në Iran. Sipas burimeve të cituara nga Wall Street Journal, zyrtarët e administratës Trump kanë zhvilluar tashmë diskutime paraprake se si mund kryhet një ndërhyrje në Iran, duke mos përjashtuar skenarin në një sulmi ajror në shkallë të gjerë, ndërkohë Izraeli është në gatishmëri për të mbështetur SBA-t në rast të një ndërhyrje ushtarake në Iran.